Menyja ma e shtrejt për një person ke 40 euro. Të me thonë 40 euro. Kush i ka fajet që të kush është mas shrejtje? Hurmja, allokumja, qaj dezerti, a qka o puna nuk jem të e dit. Çmimet, olni pak, mos abuzani me qytetarë se gjëna. Edhe është Ramazan. Fitoni nice vop. Rritja e çmimeve të menyve të iftarit ka bërë që shumë qytetarë me reagu edhe me pas si shqetësim pse çmimet janë bërë kaq të larta. Gjatë muajit Ramazanit që dim që kërkesa për me shku me hongër iftar me një restorant është kogja e lartë. Kjo rritje e kërkesës pra për me shku me hongër iftar me një restorant gjatë muajit Ramazanit, paka shumë mujna me thonë që është edhe si interes për krejt qita pronarët restoranteve që këshyrin me përfitu, nëse muj me thonë qashtu, për shkak se ka ma shumë frekuentim të qytetarëve që shkojnë me hongër iftar. Sot kështu i këshyr menyjat e iftarit që i kanë qitë plot restorante në Kosovë. Për menimin tem nuk kanë shumë të arsyeshme, tu e marë parasysh që janë standardet në Kosovë. Edhe menyja ma e shtrejt për një person ke 40 euro. Të me thonë 40 euro. Ku du m'ju tregu se qka pat në qatë meny. Si fillim ke hurme me llokuma, supë perimesh edhe salat çobane, s'pe di qa është që kjo. Pjata kryesore ke filetoviçi edhe dezert dhe pije ke ujë, një kafe edhe një lang. Dhe me thonë qika qke. Veç tash jëm të u bo konfuze me vetëm kush i ka fajet që të kush është mas shrejtje? Hurmja, allokumja, qaj dezerti, a qka o puna nuk jem të e dit. Me 40 euro mund është me përgadit një super dark në shpe për 5 persona. Edhe më knaq të hongër. Edhe nuk e menon ku që është më shkun 40 euro, s'mu hongër buka heq, a ne i knej s'ke e mirë, kjo ke e keqe, kjo ke e mirë. Do me thonë e bëm për qefi, e han edhe knaqesh. Po ka edhe propozime tjera prej restoranteve që me demek piqesin pak mat ulta çmimet. Po kur të këshyr 18 euro, 15 euro, 20 euro, apet për një person janë shumë. Byleni, sene, marani në shpe buk, mos dilni, mos lakmani me dalë në për iftare, se seriozisht unë menoj që qështu nuk jau qetë. Edhe restorantev, jau kësha jep një këshill, çmimet, olni pak, mos abuzani me qytetarë se gjëna. Edhe është Ramazan. Fitoni nice vop.